Në këtë video do të mësojmë se si ta vendosim një fotografi në Photoshop. Metoda parë është kështu. E hapim për shembull në browser pixabay.com, kërkojmë për ndonjë fotografi, për shembull business. Edhe zgjedhim një foto nga këto për shembull. Nëse shkojmë me tastin e djathtë e bëmi copy image, hapim Photoshopin dhe shkojmë file new, dimensionet automatikisht i krijon Photoshopi në bazë dimensionet që i ka foto që kena bë copy. Kështu që klikojmë create dhe pastaj ctrl+v. Në thonë kjo është metoda parë dhe më shpejt që me vendos një fotografi këtu në Photoshop. Klikojmë X, këtë rast pe heki X. Metoda dytë është me kliku free download për shkak këtë rast, downloadojmë desktop. Desktop. Edhe pastaj drag and drop, e lëshoj këtu dikun edhe hapet. Ose mu me bo file open apo ctrl+o, apo dritarja e zgjedhmi fotografin që kemi në desktop. Më thonë këtu janë metodat që shmumi me vendos një foto në Photoshop. Por nëse kishte me qenë rasti që jemi të punu me një projekt, e kemi caktu më herët për shembull dimensionet 800 me 800, create, edhe që shmumi vendos një foto këto. Metoda më e mirë është me bë drag and drop, me shu këtu dikon, për shembull kështu, ose nëse jeni persona që punoni kështu me tabs, e keni këtë opcion me shku file open, që është e shpjegu më herët. Pastaj, do më thonë ju mundi me pas këtë mënyrë, mundi me ngre këto, edhe fotografien me kliku, edhe me drag and drop me vendos këto. Nësa këto për vreni, fotografia është ma madhe, sepse në dimensionet e zgjedhëm më të vogla, edhe fotografin shkomi e zvoglomi për shembull me shift. Apo nëse keni versionin e ri Photoshopit, nuk keni nevojë me kliku shiftin hiç, sepse zvoglohet vetë proporcionalisht. Klikoj delete për fshi, edhe metoda tjetër është me bu direkt drag and drop këtu në projekt. Nëse po me drag and drop projekt, mu me po kështu, mu me rritë si pas nevojës, edhe klikomi tik. Kjo është se i përket si me vendos një fotografi në Photoshop.